Ngjarje e rëndë e shënuar në Korçë, ku një 21 vjeçar u ekzekutua nga një 20 vjeçar, ka rikthyer në vëmendje një plagë të rëndë sociale që po gërryen shoqërinë shqiptare. Përdorimi masiv i lëndëve narkotike dhe lehtësia e përdorimit të armëve nga të rinjt. Pamjet e publikuara nga CNA pas ngjarjes, ku autori dhe bashkëmoshatarët e tij shfaqen duke pozuar me substanca narkotike në rrjetet sociale dhe duke qelluar me armëzjarri në pyll, ekspozojnë një realitet që shtrihet përtej Korçës e shkon në gjithë Shqipërinë, ku euforia e moshës dhe mungesa e reagimit institucional po shndrohen në një rrezik madhor për komunitetin e gjerë. Për të kuptuar më thellë situatën, CNA ju drejtua zërit e ekspertëve për të hedhur më shumë dritë mbi anomalinë sociale të krijuar që vën në pa dështimin e institucioneve, fakt që ka bërë kurban adoleshentët e sotëm duke i shtyrë drejt sjelljeve deviante. Për sociologen Maria Dojqe, rritja e rasteve të dhunës ekstreme dhe krimeve në moshat e reja nuk mund të shihet si një përgjegjësi vetëm individuale, por është shenjë e një mos funksionimi më të gjerë të shtetit dhe shoqërisë. Si gjithmonë këto situata, të paktën në këndvështrimin sociologjik, ku unë të flas me kompetencë, tregojnë një mos funksionim të institucioneve, të shtetit, të vetë shoqërisë. Sa herë kemi rritje të rasteve të vrasjeve dhe të krahasjeve, janë shenjat e para që tregojnë një hamulli apo një anomi të jetës shoqërore. Janë mosha shumë të hershme për të filluar me këto lloj problematikash dhe deviancash. Nga ana tjetër, deri dje unë thoja familja është dhe familja mbetet faktori kryesor në mirë orientimin e fëmijëve dhe në mirë edukimin e tyre, por familja e vetme nuk mund t'ja dalë në një rrjet shoqëror agresiv dhe shumë do të thoja me problematika të pazgjidhshme. Duke analizuar psikologjinë e kësaj grup moshe, ajo shpjegon se dëshira për t'u afirmuar dhe për t'u dukur më të rritur se sa janë realisht, i shtyn të rinjt drejt sjelljeve të rrezikshme. Është euforia e moshës. Ne e dim që një adoleshent do të rritet para kohe, do të ndjehet burr apo grua para kohe. Ende nuk e di për ta shijuar edhe pak atë momentet e shkëputjes nga fëmijëria dhe fillimit të një jete të rritur. Ende nuk di përgjegjësitë që ka jeta e një të rrituri, por dukja, aparenca për të rënë në sy, për të qenë protagonist, për të ndjerë në qendër të vëmendjes, shpesh herë çon në emocione negative dhe përmbush personalitetin në rrugë deviante. Dhe këtu të rinj bien prej lëndëve narkotike. Alarmi për përhapjen e lëndëve narkotike nuk njeh më kufi moshe, por as gjeografike, pasi ka shtim të rasteve të rinjve që konsumojnë lëndë narkotike dhe që i shpërndajnë ato pranë shkollave për bashkëmoshatarët e tyre. Sipas sociologes Dojqe, fenomeni është trirë frikshëm deri në bankat e shkollave nëntëvjeçare, ku fëmijët po preken që në moshë të hershme. Them të drejtën, situata është jo pozitive, se të gjithë, sidomos në qytetin e Korçës, e dinë tronditjen e ditëve të fundit, ishte një ngjarje dhe një lajm shumë i rëndë për çdo prind, për çdo qytetar dhe për çdo familjar që jeton në këtë territor. Ngjarja ishte shumë shokuese, me thënë drejtën, dhe përdorimi i lëndëve narkotike ne shpeshherë kemi folur që është masivizuar për fat të keq, më nuk po njeh grup mosh, nuk po njeh limite fillestare, sepse identifikojmë dhe raste të shkollave nëntëvjeçare që ka fëmijë që kanë rënë pre përdorimit të lëndëve narkotike, po nga ana tjetër nuk ka asnjë tavan që themi deri në moshë, po vjet re që çdo grup mosh po preket dhe po bie pre lëndëve narkotike. Kjo situatë pasqyrohet qartë edhe në strukturat e specializuara mjekësore. Mjeku psikiatër në Korçë, Roland Lalaj, tregon se njësia e trajtimit mbajtës me metadon trajton një gamë të gjerë moshash, ku mbi 60% të pacientëve e përbëjnë grup mosha deri në 40 vjeç, por ka edhe të rinj rreth të 20-tave. Përveç varësisë nga opiatet, specialistët përballen edhe me sfida të tjera shëndetësore. Ne kemi në kufin madh që kemi të moshës, është një 65 vjeçar, është kufiri më ekstrem, dhe kemi pothuajse të gjithë grup mosha, duke përfshirë nga mosha 20 vjeçare. Po përqindjen më të madhe të personave që trajtohen me metadon janë individët që kanë grup moshe deri në 40 vjet, janë mbi 60% e këtyre personave që trajtohen me metadon. Duhet të përmend dhe një fakt tjetër që ne i hulumtojmë edhe në aspektin e shëndetit mendor, dhe duhet të dimë një gjë që
rreth 60% të paktën nga depistimet kemi bërë ne dhe nga ulumtimet dhe nga intervistat që bëjmë me këto klientë, janë me probleme të shëndetit mendor. Dhe kryesisht me probleme të çrregullimit të personalitetit, disordër personality, apo dhe çrregullime të humorit. Lidhur me rrezikshmërinë e këtyre individëve për shoqërinë, Dr. Lalaj sqaron se problemi nuk qëndron te diagnozat e shëndetit mendor, por te kombinimi i tyre me substancat. Për të dhënë përgjigje asaj dilemës që shtrohet që a janë persona që këta bëjnë vepra penale. Statistika tregojnë që persona me probleme të shëndetit mendor nuk bëjnë më shumë vepra penale se sa pjesa tjetër e shoqërisë. T'jenë të qetë komuniteti. Por, natyrisht, duhet ta evidentojmë që nëse këta persona që kanë probleme të shëndetit mendor, të diagnozat të përmendur të njëjtura, por janë në ndikimin e përdorimit të substancave, e keni parasysh substanca psikoaktive, atëherë është e mundshme, është e risku për të bërë vepra që bien ndesh me normat dhe moralin e sjelljes shoqërore. Këtu ne duhet jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm që për t'i mbajtur gjithmonë në observim, për të minimizuar veprat penale. Brapa statistikave dhe ngjarjeve kriminale fshihen histori personale dramatike. Një 29 vjeçar nga Korça ka ndarë rrugëtimin e tij të gjatë të varësisë, e cila nisi në fëmijëri pas humbjes së nënës dhe mungesës së kujdesit institucional e shoqëror. Sot, ndërsa përpiqet të qëndrojë larg drogës përmes metadonit dhe punëve të rënda fizike, për mbijetesë, historia e tij shërben si dëshmi e qartë e pasojave shkatëruese që sjell mungesa e parandalimit dhe mbështetjes për të rinjt. Kur e ke nisur drogën për herë të parë? Më në kam të kur mamaja, në të ka shumë të shamaja, asë një vitë në bëma drogë shkashi. Sa vjeç ke qenë? 13 vjetë. Nga shashi, më shumë 15 vjetë ka në të kushë. Në një vitë përse të dhe më shkëminë. Nga jo të dhe edhe të barë. Se dhe të një lasë të se, në të adhonë, stilë. Më thoj pak, se ke vajtur pikërisht në droga, se i zgjodhet që të bie ashashi në fillim? Vërdus, mamaja më dishë. Unë s'kisha në kujtoja babaj në punë, që në dhe të zikin. Ras që në shumë i hash, ka shumë. Po ku e merje, ishte kolla që ta gjeje, që në të moshtë? Po e me qenja, në të s'isha probleme të gjithë. Po pas ka kur kalove te kokaina, sa ko vazhdove me kokaina? Ka vazhdova të vitë. Po me heroinën? Me të heroinë ka vazhdova të vitë shumë në vitë. Sa vjetë që tani? 21. Ka në bukin e rrëdhën në të zi. Se e ka qenë një të me bunë për se tëmë. Po më duke se atëre pishma si zogja. Të në qarë, unë të në da të më brejë, këse për ka qenë edhe pështim. Ka qitu të në ka pështanë, për një lejtë. Ka qitu rrë. Jam të agonizit, për 5.000 lejka. A e vete e zërë të nuk ka pështanë për të të. Që ashtë se që e vështimë. Tani me qarë meresh? Në të amiga të me dashë, në dhe në punë dhe kësë më dori. Tragjedia e Korçës nuk duhet të mbetet thjesht një kronikë e radhës, por një kamban alarmi dhe një thirrje për reflektim mbarshoqëror. Kur institucionet heshtin, kur rrjetet e sigurisë në shkollat çedojnë dhe kur familjet mbeten të vetmuara, kostoja paguhet me jetët e të rinjve. Ndërtimi një të ardhmeje më të sigurt kërkon një angazhim të gjithanshëm, ku parandalimi, mbështetja psikologjike, lufta kundër rrjeteve të shpërndarjes së lëndëve narkotike dhe kontrolli i rrept i armëve, të mos jenë thjesht premtime, por një prioritet kombëtar, në mënyrë që mos të lejojmë që brezat e ardhshëm të digjen nga flakët e papërgjegjësisë kolektive.